Pas disa ditësh qetësie rikthehen shpërtimet me tritol në kryeqytet. Ngjarja është regjistruar rreth orës 3:15 në Sauk, pranë ambienteve të jashtme të fast foodit në pronësi të shtetasit Arjan Poçi. Sipas ekspertëve anti-eksploziv, sasia e tritolit është afërsisht 50 gram, tritoli dhe shpërtimi është bërë me fitil. Siç shihet edhe nga pamjet, ka vetëm dëme materiale, ndërsa autorët kanë pasur si qëllim vetëm të trombin Arjan Poçin. Kjo është era e dytë që biznesmeni vihet në shënjestër të sulmeve, pasi në dhjetor të 2014-s Boçit i është djegur makina në oborrin e shtëpisë. Forcat të policisë kanë mbërritur në vend ngjarje dhe po hetojnë për zbardhjen e saj. Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të konkurrencës. Deri më tani janë shoqëruar 8 persona në komisariat, të cilët po merren në pyetje nëse mes personave të shoqëruar mund të jenë të përfshirë në një konflikt të mëparshëm me Poçin. Blut kanë sekuestruar kamerat e sigurisë së objekteve përreth dhe po punojnë për identifikimin